LDK-ja nuk ka problem ideologjik apo nuk ka problem zgjidhjesh së brendshme, por e ka një problem tjetër që parkon me njerëzit e cilët sot do udhëheqin LDK-n dhe vizionin e tyre. Nuk mund të kërkosh ti sot ideologji rrugoviane prej të rinjve të cilët futen në politikë, sepse atë ose ke të trashëgume ose nuk e ke fare. Dhe nuk mundesh me vesh diçka e cila nuk është e jotja. Kështu që për këtë unë po besoj që një prej arsyeve më të mëdha pse LDK-ja sot e ka këtë faturë të cilën e ka marrë prej popullit është sepse asnjëherë nuk kanë arrit të zhveshen nga ky petk i rrugovizmit, të dalin një hap më përpara, të tregojnë që shiko, unë e kam thënë nuk e di në këtë studio apo dikon tjetër, që LDK si ka ardhur koha që gradualisht të dal nga kjo ideologji politike, ta çojmë kështu siç po thot profa, sepse sot në këtë kohë ku ne jetojmë, qytetarët, rinia, e tha Besi shumë mirë, çdo vit kemi rreth 30.000 të rinj të cilët futen në listat zgjedhore për të votuar. Ata nuk kanë të përkojnë dhe nuk kanë të pojnë asgjë me politikën rrugoviane, por kohën ndoshta ishte më e mira, por sot ndoshta nuk është atraktive sa duhet në formën që të arrihet një farë forme peshkimi i votave të qytetarët. Prej se unë e mbaj mend LDK-n me krizat të brendshme politike, e mbaj mend LDK-n me atë të cilin e tha Zoti Salihu, problemet deri te kacafytjet e tyre të brendshme për shkak që mos ndarjeve të posteve të cilat i kishin. Ka rrezik mund ndavi sa tash edhe mas 31 janarit, çu shesh? Shiko, duket qartë që tashmë LDK-ja është vendosur në dy tabore, është tabori pro Lumer dhe është tabori kundër Lumer. Frika jam e më e madhe sot është që nëse do ta kemi një valë të re dalësh nga LDK-ja, përveç se do ta dëmtonte vetë LDK-n, do ta dëmtonte edhe demokracinë e Kosovë, sepse një LDK e dopt nuk i shërben fare Republikës së Kosovës, me një vetëvendosje e cila po shkon çdo herë më shumë të urrit e të fuqizu, e që trendi pro lëvizje vetëvendosje nuk është duke u ndalë, sepse kemi thonë që në 2021 ndodhi si ndodhi për shkak të pakënaqësisë qytetarë qofshin aspektit në brendshëm partijak deri te qeverisja erdhen vota të lëvizjes vetëvendosje, 2026 na tregoi 28 dhjetori na tregoi të kundërtën. Pra që mundësia që lëvizja vetëvendosje të rritet ekziston ende, sepse aty kemi, ose në këtë kohë, kemi të bëjmë me një lojtar i cili din të luaj shumë mirë politikën. Çka i duhet sot LDK-s është një konsensus i brendshëm. LDK-ja sot duhet të mbështetet mbi një individ, të cili ka guximin ta merr drejtimin e partisë, qoftë është ai aktuali ose dikush tjetër, i cili ka guximin e paraqet një vizion që mundet një farë forme me dal kundër Albin Kurtit, po nuk mundesh me dal kundër Albin Kurtit me deklarata të cilat vijnë nga studjet e ndryshme televizive, po ashtu edhe në Facebook. Nuk mundesh me dal kundër as lëvizjes vetëvendosje, as Albin Kurtit me hajgaregji deputet në për Facebookat e tyne ose shkrimet e tyne të cilat ata i bojnë. Pra, sot lidhja demokratike e Kosovës duhet një farë forme që ta ngjall interesin qytetar pro saj, se nuk është më në trend të diskutohet se kush është kundër kujt. LDK-ja duhet të diskutojë se me kënd dëshirojnë të shkojnë përpara. E nëse nuk arrin të shtunen me datën 31, ta gjejnë këtë konsensus të brendshëm. Unë e shoh një LDD të re brenda LDK-s, ndoshta nuk do të dalin, por brenda do të jetë kjo lufta e brendshme, e cila përsëri do ta dëmtojë LDK-n dhe mund të kemi ndoshta në zgjedhjet e ardhshme një rezultat shumë më të keq se sa kemi parë deri sot